Ndryshimi i kushtetutës nuk është i mjaftueshëm. Aprovimi i ligjeve të reja duhet të shoqërohet edhe me zbatimin në praktik në mënyrën e duhur të vettingut. Kështu është shprehur nga qyteti i Shkodrës ambasadori britanik Norman. Vettingu është testi i politikës shqiptare. Këtë e konfirmon edhe ambasadori britanis në vendin ton, i cili nga Shkodra bashkë me vlerësimin e procesit zgjedhor të 25 qershorit vuri theksin tek rëndësia që ka reforma në drejtësi për të ardhmen e Shqipërisë. Justice reform is incredibly important to Albania. Reforma në drejtësi është jashtëzakonisht e rëndësishme për Shqipërinë. And of course it began last July with the constitutional changes. Procesi mund të themi që filloi korrikun e shkuar me ndryshimet kushtetuese. And we've been very pleased to see the passage of the legislation. Dhe kemi qenë të kënaqur që kemi parë legjislacionin i cili është aprovuar, legjislacionin e duhur. But changing constitutions and passing laws is not enough in itself. Mirë po, ndryshimi i kushtetutës apo i aprovimi i ligjeve nuk është i mjaftueshëm vetvete, nuk është një hap i mjaftueshëm. What we need to see is the vetting, the changes to the justice sector and the vetting being implemented properly. Ajo që duhet shohim është që këto ndryshime në sektorin gjyqësor përfshirtuar edhe procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve apo të vettingut të zbatohen në mënyrë të duhur. And that producing a justice system in Albania which is truly fair, just and efficient. Dhe besoj qëllimi i reformës duhet të jetë që të prodhojë një sistem gjyqësor në Shqipëri i cili të jetë i drejtë dhe të jetë efikas. Which is important to everybody who lives in this country. Dhe besoj kjo është një gjë e rëndësishme për çdo që jeton në këtë vend. Deklarata të bën pasi ambasadori Norman vizitoi veriun e Shqipërisë ku pa nga afër bukuritë që ofron kjo zonë. Ambasadori vlerësoi resurset që ka Shkodra duke e pagëzuar si një qytet të veçantë.